Gëzua Krishtlindja për të gjithë shqiptarët në botën mbar, veçanërisht për njerëzit që këtë vit kanë përjetua vujtje, trishtim e tragjedi, kanë pa pak arsye me gëzua. Gëzuar Krishtlindja, se Krishtlindja është gëzim për të gjithë ata që e kuptojnë arsyen pse Zoti u bën njeri. Ai e mori natyrën tonë të ranuame, plot me mkat, jo për me justifikua mkatin, por për me ngrit natyrën tonë, ty e jetua mes nesh, ty jetua jetën pa mëkat. Ai pa fajshmi, mbori mbi vete barrën tonë, ndjeu vujtja tona, për me na tregua se kur nuk jemi vetëm në limbjet tona. Ai është gjithmonë me ne. Krishtlindja na kujton se Jezusi nuk e shmangu vujtjet tona, por ai hyri në vujtjet tona, që asnjë limbje njerëzore mos me mbet pa shpresë. Krishtlindja ka shumë rëndësi, sepse njeriu ka shumë rëndësi për Zotin. Si thot Biblia, Zoti aq fort e do njerin, sa që luroj të vetmin birin e vet, që ai që beson në ta mos të bjerret, po të ketë jetën e pasosun. Aq shumë na ka dha Zoti që jo ban nin nga në, që na më na shpetua. Zoti i përjetshëm u ban njeri, që njeriu i vdekshëm më u ban pjesëtar i përjetësisë, me shpresë në ringjalljen e tij. Biblia na thot, në fillim ishte fjala, e fjala ishte me Zotin, e fjala ishte Zot, e fjala u ban njeri, fjala u ban mish, e banoi dëne, plot hir dhe mëshirë. Zoti jam shuoshëm nuk zgjolli me na shpetua prej se largu, prej qiellit. Ty na pasi numra, si ide, si turm, por ai hyri në historinë tonë, mori mishin tonë, u ba foshnje, u ba si në çdo pikë. Me lindjen e tij, Zoti shpall diçka që bota kurse kishte dëgjua. Mishi ka vlerë, trupi ka vlerë, loti ka vlerë, limja ka vlerë, njeriu ka vlerë, ti ke vlerë. Krishti e veshi mishin tonë për me ndjell limjet tona në mishin e tij. Nuk iku prej dobësisë, ai e mbori mbi vete. Nuk na shpetoi ty më na shmang prej vujtjes, por ai e përballoi vujtjen deri në kulm, deri në kryq. Biblia thot, nuk kemi kryeprift që nuk mundet me pas limje për dobësitë tona, sepse ai vet i ka aprovua të gjithë limjet tona, të gjithë vujtjet tona, të gjithë dobësitë tona, përveç mëkatit, të gjitha tjerat i ka përjetua. Kjo do me thanë, kur ti e jollun, ai e njeh jolljen tënde. Kur ti ke uri, ai kanë dije urin gjatë jetës ti. Kur ti tralltohesh, ai u tralltua, ai ka përjetua tralltin. Kur ti kja, ai ka kjaj. Kur ti hum të dashurit, ai ka shijua atë limje. Nëse këtë vit, ke hum dika që e deshte fort, djeje këtë, Jezusi e njeh limbjen tënde. Kur ai humbi mikun e tij Lazarit, çka bën Jezusi? Një limbje ka kjaj për mikun e vet. Por nuk jajti pa shpresë. Për më na lën shpresë dhe ne, ai e thiri Lazarin prej varrit, len griti, për na bind se vdekja nuk e ka fjalën e fundit, i thot, Lazar ngritu e Lazari u ngrit. Nëse ke një fëmijë, unë vetë personalisht në këtë muaj kom kënë varrim të 2 fëmijëve 5 vjeçar. Dije pra se Jezusi e njeh plagën tënde si prind, si mik. Ai pa një familje të shkatruame, një vajzë 12 vjeçare që kite mbet pa frym, kishte vdek. E Jezusi tha, talita kum, qohu. E ajo u qua, jo vetëm për mja këtue jetën asaj, por me ta këtue besimin ty që sot nuk e kupton pse ndolli tragjedit. Nëse je nan e ve, nëse ke hum djalin e vetëm, leje krejt pa shpresë,
Jezusi ka në rrugën tënde. Jezusi një limjen tënde. Në najin e pa një nan të e qua djalin e vetë në varë, të vetëmin djalin e vetë. Nuk e pyeti gjë, nuk e gjykoj, aju avit e prekuar kavollin, le a ktheu djalin në jetë. E nana e dëshpruame, u ban nan e gëzuame. Kjo pra vllazën është Krishtlindja. Zoti që nuk rri indiferent përballë tragjedisë njerëzore. Por ky Zot aq fort na deshti që u bë njeri për me përjetua çdo limbje njerëzore që me shërua limbjen. Le përfundimisht ai përjetoi edhe vdekjen e vet. Drita e vërtet që ndriçon çdo njeri erllin e botë në Krishtlindje. Por unë gjillje dhe thot diçka shumë të rëndësishëm. Drita erllin e botë, por njerëzit e deshën ma fort errësirën se dritën, se veprat i kishin të këqija që mos mu shfaq veprat e këqija në dritë. Por prap se prap, ai nuk u kthye mbrapsht. Dashnia e tij shkoi deri në kryq. Ai vdiq, jo për engjëj, jo për ide, jo për politik, ai vdiq për mishë për gjak, për njerëz të shënjum për vdekje. Qysh se lindim në shënjum për vdekje, e ai lindi që më na liruan nga vdekja. Se barri nuk e mbajti, ai u ringjall me thye sundimin e vdekjes. Dhe më na la një emën të ri, jem të Krishtit, as vdekja s'ka pushtet bine. Në nuk jem më fëmijë të vdekjes. Në jem fëmijë të jetës, fëmijë të shpresës, bit e Zotit e gjallë. Djepi i Jezu Krishtit e paralajmëron kryqin dhe ringjalljen. Një fëmijë i pastër, i pafuqishëm, i lidhur në djep. Por ai fëmijë nuk mbet drop i djepit. Ai merr fuqi mbi ta. Ashtu si Jezusi merr fuqi mbi barrin pas vdekjes në kryq. Një fëmijë nuk pritet me nejton jetën në djep, po me shpërthyen nga djepi si Jezusin nga barri. Zoti hyn në dobësit njerëzore, që me mund dobësit njerëzore, më nallon shpresë edhe na me fuqinë e tij do t'i mujmë. Ai u bë njeri që njeriu mos me jetua si jetim, por si bir. Jo me vdek në vetmi, por me u shoqënua edhe në vdekje prej atij që ka shijua vdekjen tonë. Le kam poshta tonë, edhe në vdekje do të na shoqënoj Jezusi, se laj ka vdekje ka shijua vdekjen. Kjo pra vllazën është Krishtlindja. Zoti u bë njeri me ngrit njeriun mbi natyrën e dobshme, që me marr natyrën e Jezusit, i cili jetoi në mesin tonë e përjeshijoi edhe vdekjen tonë, që na me shijua jetën e amshueshme. Lavdi emrit e tij, gëzuar Krishtlindja, vllazën e motra, ftonje Krishtin fëmijë në zemrat tuaja, që me pastrua zemrat tona, ai pastri që erdhi në botë si dritë, me çkatrua terrin, emna udhëzua me dritën e tij. Amen.